Autorët e dyshuar të vrasjes së 45 vjeçarit Deniz Çumani, ngjarje ndodhur në janar të këtij viti në Shijak, kanë rënë në prangat e policisë dhe do të përballen me drejtësinë. Të arrestuarit janë Indrit dhe Dorian Ferra, përkatësisht 38 dhe 36 vjeç, kushërinj me njëri tjetrin dhe banues në Shijak. Sipas dosjes hetimore, mbrëmjen e 27 janarit ata janë konfliktuar me Deniz Çumanin, fillimisht fizikisht dhe më pas e kanë qelluar me armë zjarri pranë banesës së tij. 45 vjeçari mbeti i plagosur rënd dhe ndoroi jetë disa ditë më vonë në spital si pasojë e plagëve të marra. Nga hetimet ka rezultuar se konflikti që çoi në krim dyshohet të ketë nisur për shkak të një vajze. Sipas burimeve hetimore, viktima i kishte dërguar mesazhe një vajze, e cila në ato kohë ishte në një lidhje me Dorian Ferrën. Të njëjtat burime bëjnë me dije se mesazhet janë zbuluar nga ky i fundit, çka dyshohet se solli për shkallëzimin e konfliktit. Hetimet kanë zbuluar se pasi kishte shoqëruar vajzën në banesë, Dorian Ferra ka marrë kushuririn e tij Indrit Ferrën dhe së bashku janë drejtuar në shtëpinë e Deniz Çumanit. Fillimisht e kanë dhunuar fizikisht dhe më pas e kanë qelluar me armë zjarri, duke e lënë të plagosur rënd. Pas krimit, 2 kushurinj u arratisën dhe arritën që t'i shmangeshin arrestimit për gati 5 muaj. Vetëm këtë të hënë, policia e Durrësit njoftoi ekzekutimin e masave të sigurisë arrest me burg, të caktuara më herët nga gjykata. Indrit dhe Dorian Ferra akuzohen për veprën penale vrasje me dashje kryer në bashkëpunim, si dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit.